Duke pas parasysh se ti Valbone ke qef ta hedhe shumë e mas koke, thash, ta sho se po mu si do m'hedhen. Shumë i keq, sepse ajo ka cënu mua ashtë largë dhe ashtë keq, sa që vjera ime kur ka ardhe, kupton, unë atë fjali e kam këtu vath në vesh, sa për djeni. Që tha, se pas Po pra, dhe më tha, vjera ime më tha, mos lejofa, të cënojnë tha asë personalitetit në tënë dhe asë familjen. Dakor, dhe e kishte për Valbonën atë gjë. Po, dhe këtë gjë ta thash, jo ma pak... Dhe kjo ishte shumë e rëndë. Jo ma pak se parë ta thash, se po, ishte shumë e rëndë, Diosi, dhe unë ty këtë nuk ta falë ta dish. Dhe po ta them tani, jo, nuk ta falë. Sepse vjera më tha, mos lejo tha të cënojnë personalitetin tënë dhe familjen tënde. është shumë e kupton sa i ka rënduar ajo gjë. Kur ajo vjen në këtu dhe më thot mua të fjali, që është një gjë shumë e shkuar dhe prapa ajo nuk është sheshua ajo gjëra. Është shumë e rëndë. Dhe ti vjen më luan mua me një pislik të tillë, kjo është e pafalshme. Dhe aq më tepër që lejon që ato ta përdorin dhe ta flasin në këtë lloj mënyre. E përdorin se siç e përdor Valbona gjithkohës. Kështu që te kjo gjëja nuk të fal ta dish. Nuk mundem. Nuk mundem, jo e kam seriozisht. Aty jam e lënduar, sepse ti e di aq më tepër që ti ke ardhur nga jashtë dhe ti e di shumë mirë se sa e rëndë është ajo gjëja. Ti e di shumë mirë, ti s'po fal dot Lorin për një lojë. Jo, unë që kam familje reale. Jo, së është lojë shpirt. Nuk është lojë, son se ka marrë kur si lojë atë që... E shikon si bën, nuk e as familje me Lorin, as i gjë. E shikon si u preke, po unë që e kam reale, kam 2 kalamaja të jashtë. Po pra, e luajt e shumë tuar. Ja, prit mos ma le barën kot. Jo, mos të ta leon ty barën tek Valbona, mos të ta leon ty për çfarë, dhe tek e fundit për çfarë. Për çfarë, për një realitet. Për një realitet që ajo ka thënë, që unë pëlqej Jozën që e ka thënë që ditët e para në shtëpi. Për çfarë më njëri, për ça? Po mirë tani. Ku luajta unë aty? Po të kishte qenë e vërtet që do e boja të vërtet për shumë. Po ta bëje ti të vërtet asë gjë. Se ishte vërtet, vetëm për shkak të kësaj. Po, dhe nuk e përdora unë, ta përdori vllai i madh. Jo e përdori, po e nxori vllai i madh, sepse e kanë parë gjithë publiku. Ku e përdora unë? Unë se përdora. Unë nuk vajta askujt të them që ato ishin në një lidhje, se ky ishte thelbi. Thelbi i sekretit kjo ishte. Leri kamera, kjo kamera ime, kamera jote. Nuk ka lidhje fare ajo Të dhoma rrëfimit as kishe fol. Ajo, besa jon, ishte që unë nuk do t'i thoja asnjë banori për këtë gjë. Ky ishte pakti jon. Mos i thuj njeriut. Nuk më the mos shiko kamera. Ti nuk më the mos shiko kamera. O Jozi, a e tani. Ej, na jena të kuptu. Ato janë budalliqe që thua. Tani.